Shikues të nderuar të emisionit dritare, Selamu Aleikum. Ka më shumë se një vit që ka nisur fushata ndërgjegjësuese Besa Bes mos ble produkte serbe. Fushat kjo e cila ka për synim mobilizimin qytetar kundër blerjes së produkteve serbe. Është kjo një nismë online në Facebook e cila herë më intenzive, herë më pak, tashmë i ka mbi 100.000 antar. E për të biseduar për rezultatet e kësaj iniciative, në studio kemi të ftuar iniciatorin e saj, biznismenin Burim Piraj, pronar në Meka Halal Food. Zotri Piraj, mirë se keni ardhur. Mirë se gjem, aleikum selam, vërametullah. Zotri Piraj, 100.000 nuk është një shifër e vogël. Duke marrë parasysh që secili antari atij grupi e shpërndan informacionin me antarët e familjes të tij, me rrethin shoqëror, kjo shifër bëhet edhe më e madhe. Më intereson të di, sepse numrat shpesh herë na mashtrojnë, sa ka efekt, sa ka pas efekt kjo nismë te qytetarët në përgjithësi, sa kanë arritur të mobilizohen. Po ka pas efekt jashtëzakonisht shumë të madh. Deri para 3 muaj, dhe më thonë, efekti nuk ka qenë shumë i kapshëm. Edhe kemi qenë në një farë formë të demoralizuar pak në muajin tetor, kur e kemi marrë të dhënat se ka importe nga Serbia më shumë se vitin para prak. Mirë po nga analizat e pastajme që i kemi bën, ai importi është në vlerë më i madh, ndërsa në sasi është më i vogël se ka qenë përpara. Për arsye të ngritjes së çmimit për shkak të pandemisë dhe për shkak të luftës Rusi-Ukrainë, çmimet kanë shënuar ngritje dhe si rezultat është dukur në shikim të parë se ka rritje, domethënë, të importit nga Serbia, po në fakt për nga sasia ka rënje. Pastaj ndodhen ato që ndodhen me barikadat në veri, popullata pak filloi të vëdisohet më shumë, edhe ta merr mesazhin ton, thirrjen ton ta merr më seriozisht, e kanë kuptuar se ne po i ftojmë qytetarët për një gjatë mirë, e cila ka të bëjë me sigurinë e vendit ton, me pavarësinë e vendit ton. Është çështja e forcimit ekonomik në shtetit, i cili po tregon vazhdimisht armiqsi ndaj nesh. Edhe ne nuk mundim në mënyrë të vetëdijshme ta rrezikojmë vetveten tonë. Nuk ka çështja se ata kanë produkte të vlefshme, produkte të parëndësishme, bën edhe pa ato, jetojnë edhe pa ato, domethënë, nuk ka kur parëndësie, nuk ka kur fare arsye. Apo mund të zëvendësohen shumë lehtë. Nuk ka rëndësi, edhe mos më u zëvendësua nuk janë të rëndësishme për jetën e njeriut. Buke krip kanë jetuar njerëzit, e mos them që sot ka shumë për zgjedhje të mëdha, që domethënë nuk ka asnjë rëndësi ajo, po ne domethënë nuk guxojmë që japim atë luksin vetes tonë, që të blejmë në mënyrë vetëdijshme ta rrezikojmë shtetin tonë. Kështu që me barikadat, atëherë popullata filloi të vëdisohet shumë më shumë. Edhe pas barikadave, popullata e morën shumë seriozisht, saqë erdhi deri në nivelin ku edhe disa tregtarë të heqin dorë nga shitja e produkteve serbe. Ne kemi pas vetëm një qendër tregtare në Ferizaj, tani një dyqan i Gjilanit i heq produktet serbe, 2 shitore në Prishtinë, 2 shitore në Drenas, dje një restoran në Junik, dhe sot kemi kërkesë nga Ferizaj, një kompani, domethënë, do ta vërtetojmë se a ka produkte serbe, edhe ata do të heqin dorë, dhe kështu me radhë. Fushatës tonë u bashkangjitën shumë të tjerë, u bashkangjita një kompani ajrore, e cila kompani ajrore për mbështetjet fushatës tonë të grupit Besa Besa dhe të kauzës tonë për mos me ble prodhime serbe, ofroi dje se do të bën transportin e listës esenciale të barnave nga Evropa për në Kosovë, nga Zvicra, Gjermania pa pagesë. Domethënë do t'i bën pa pagesë për krajet fushatës tonë, dhe kjo domethënë është një fakt real që po shihet se fushata ka marrë hovë, edhe njerëzit kanë filluar ta kuptojnë. Nga ana tjetër, nga tereni, nga njerëz që e kemi në teren, ata 100.000 që janë, edhe nga mediat të cilët i vizitojnë marketet, e kemi vrejtë se produktet që kanë origjinë nga Serbia dhe kanë menduar t'i shesin për vitin e ri, kanë ngelur të pashitura dhe tani po kthehen prap dhe shumë kanë mbetur në rafte, nuk po e shitën. Kjo e tregon se ai 100.000 domethënë nuk është vetëm letër, nuk është imagjinar, po është praktik edhe po ka ndikimin e vetë. Zotri Piraj, mirë që e përmendët që edhe tregtarët po heqin dorë nga importimi i produkteve serbe, sepse
mallrat serbe, mallrat me origjinë serbe shpesh herë na servohen edhe pa dëshirën tonë. Ne mund të shkojmë në një furrë bukës të marrim bukë të prodhuar në Kosovë, mirë po lëndët e para për gatimin e asaj buke, ta zëm mielli, vaji, mund të jenë me origjinë serbe. Kjo është e mirë, duke qenë se edhe tregtarët po heqin dorë nga kjo. A është një synim i veçantë i fushatës suaj që edhe tregtarët të heqin dorë nga importimi i produkteve serbe, apo vetëm qytetarëve të thjeshtë i adresohet? Ne jemi adresuar konsumatorit, duke konsideruar se konsumatori është mbreti i tregut. Çka blen konsumatori mund ta shet tregtari, çka nuk blen konsumatori nuk mund ta shet tregtari. Edhe jemi drejtuar konsumatorëve, qytetarëve të Republikës Kosovës që mos me i ble, që këto firmat që importojnë, ti detyrojmë të mos importojnë ma dhe mos ju shiten kur i s'ka dona fati, s'kan çka bëjnë, normal se ata do të heqin dorë. Po është gjë e mirë kur nga ata në bashkangjiten. Edhe tani që është më rëndësi, këto marketet cilat kanë hek dorë nga produktet serbe, kanë qarkullim jashtëzakonisht madh. Ka interesim për me vlerë, domethënë, qytetari i Republikës Kosovës nuk i blen me kënaqësi prodhimin serbe. I blen siç thotë ju kur i imponohet, edhe atëherë si imponim shkon blen produkt serb, i ka raftat e mbushura, i ka të arka të vendosur në produktet serbe, edhe pa vedije e blen. Po kur e di se është produkt serb, nuk e blen. Domethënë heq dorë nga produkt. Kanë rastin këto zinxhirët tregtare. Kanë rastin me bon klientel pak më të madhe, edhe cili prej tyre do të heq dorë i pari jemi bindun se ka me pas qarkullim jashtëzakonisht shumë të madh. Edhe atëherë tjerë do të vrapojnë, po gjithmonë ai që është i pari, ai do ta ketë primatin dhe ai do t'i vjel ato frutat e atij veprimi. Po e vrejmë shpesh se në për dyqanet shumëta, shpesh herme ose pa qëllim po ngatrohen flamujt e shteteve të prodhimit. Nuk e di pse qëllimisht po bëhet te produktet serbe. A keni ndërmarrë diçka për këtë? Po, kemi ndërmarrë të gjithë antarët e grupit, sicili prej tyre e kanë numrin e inspektoratit, i kanë email-at e inspektoratit, i kanë edhe udhët tjera, domethënë edhe e kanë ato udhët që mund të janë konsumatorit dhe të tjerëve. Dhe ato çështje i ngrenë, po nuk është qëllimi janë si grup që ne të merr inspektorati të dënime ndaj atyre firmave. Po të vendos rregull. Se ndodh edhe punëtorët bëjnë gabim, ne ato e kuptojmë. Po nëse ndonjë kompani qëllimisht me të vërtet i bën ato gjëra, atëherë e meriton dënimin, domethënë dënimi është meritor. Ançose pa iri e kuptojmë. Së bashku me antarët e grupit, së bashku me qytetarët tjerë, së bashku me punëtorët në përmarkete, së bashku edhe me vetë tregtarët, duhet të eliminojmë ato mosmarrveshje, se nuk bën ai mashtrimi, nuk lejohet domethënë. Nëse është flamuri i Serbisë, edhe shkon e blen në rregull. Po nëse është produkti i Serbisë, vendoset flamuri i Kosovës, Shqipërisë ose i Gjermanisë, Austrisë, kemi pas rast është vendosur i Bosnjës ose në vende tjetër për ta manipuluar konsumatorët, atëherë është diçka jo e rregullt. Kohëve të fundit Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka vendosur të dënojë këto biznese që bëjnë mashtrime të qëllimta prej 1.000 deri në 10.000 euro. Dhe besoj se ky është një hap i mbar. Zotri Piraj, fuqata ka filluar vetëm online, mirë po ju keni aktivitete edhe të tjera jashtë rrjeteve sociale, apo jo? Kemi aktivitete, kemi një këshill prej 15 antarëve, edhe si këshill e përpilojmë strategjinë 6 mujore, se çka do të punojmë në strategjinë 6 mujore, dhe mbas strategjisë i vazhdojmë ne punimet tona edhe punën tonë. Gjithashtu ne si këshilli 15 antarëve, të gjitha ata vullnet mirët që na falin etiketave të ngjitse me logot tona, ato i shpërndajmë nëpër qytete të ndryshme, edhe i vizitojmë shqitorët, vetë domethënë bëjmë biseda me njerëz të ndryshëm, të rëndësisë të madhe, të rëndësisë që kanë domethënë pozita politike, institucione të ndryshme, kemi pas takime me shumë institucione, kemi pas me Ministrinë e Tregtisë, kemi pas me kryetarin e Bashkisë Islame, kemi pas me kryetarin e PDK-s, po presim edhe vizita tjera, takime tjera me kryetarin e LDK-s, me kryetarin dhe kryeministrin e Republikës Kosovës, gjithashtu me kryetarin e Kuvendit.
do të bëjmë takime me të gjithë, ashtu që ti koordinojmë punët së bashku, pasi se kjo është një lëvizje nacionale. Ne nuk i anashkalojmë bashkëpunimin me asnjë parti politike, me asnjë institucion fetar, arsimor, çdo tjetër institucion. Na me të gjithë do të bashkëpunojmë ashtu që këtë fushat ta bëjmë të rregullt, ashtu në mënyrë qytetërueme, të mençur, që qytetarët ta marrin mesazhin e saktë, e ta dinë sakt pse nuk duhet me blej prodhime serbe, edhe ta çmojnë pak më shumë vetveten tonë. Ta rrisim pak atë patriotizmin tonë edhe ekonomik, jo vetëm patriotizmin me çifteli. Patjetër, jo vetëm nuk është lufta vetëm në fuq betejë, mirë po luftën mund ta bëjmë në mënyrë të mençur. Në mënyrë të mençur, pikërisht synimi ynë është ky, që ne në mënyrë të mençur, domethënë mos ta çojmë paranë tonë, mos ta eksportojmë në Serbi. Ajo matë parat blen armatime të ndryshme edhe të vjen neve të në kërcënon sa herë ti teko ti bjerë tankat në kufi. Domethënë, na duhet ta mbrojmë vetën tonë në mënyrë paqësore, pa sakrifikue kurrë hiç, domethënë në mënyrë të mençur. Ato që na dokën vendore ose të importit mashtrënëse të Serbisë nuk i blejmë hiç, se s'kemi nevojë për to. Nuk kemi nevojë absolut. Nuk ka arsye tim. Nuk ka arsye tim as çmimi as kurrë hiç. Heqim dorë. Nuk e blejmë as ato dhe jemi në rregull. Zotri Piraj, bazuar në gjendjen në terren, po pse jo edhe në postimet që janë ekzistente në grupin Mos Ble Produkte Serbe, cilat mosha janë më të pakujdesshme ndaj blerjes së produkteve serbe, e cilat janë më të vëmendshme? Më të pakujdesshëm janë ata që kanë përjetuar luftën edhe kanë një moshë 50 deri 60 vjeçare. Interesant është kjo, çuditshme, shumë e çuditshme, të moshurit ata të pleq që janë, ata janë më të kujdesshëm, po ka shumë raste kur nuk i dallojnë produktet serbe, ndërsa rinia që nga fillimi, rinia, fëmijët, studentët e kanë marrë mesazhin fuqishëm, edhe janë shumë të kujdesshëm, edhe ne kemi kënaqësinë shumë madhe që pikërisht mesazhi ynë ka shkuar te ata. Edhe ata tani po ndikojnë në familjet e veta, që familjarëve të vetë të mos ju lejojnë që ata të blejnë prodhime serbe. Edhe ka pas shpeshherë tregime që rastësisht kanë blejnë një çokoladë serbe, kur e kanë pa fëmia se serbe se kanë prek me dorë, se kanë hongër, domethënë ajo është mesazhi ynë është pikërisht për ata. Po thoni se pak nga pak po lëviz tregu në disfavor të produkteve serbe, të mallrave serbe. Mirë po kjo apo i kontribuan produkteve vendore, apo thjesht po zhvendoset fuqia konsumatore nga një huaj te një huaj tjetër? Ne nuk kemi dashur ta përzim fushatën tonë me prodhimet vendore, për arsye se edhe unë jam prodhues, se mos mendon qytetari se thjesht ne po bëjmë fushat për të qitë produktet tona. Domethënë nuk ka qenë qëllimi aty, ka qenë qëllimi vetëm ti vëdisojmë për mos me blejë serbe. Nga ana tjetër, konsumi edhe mos konsumi produkteve vendore varet nga zhvillimi i vendit. Se nëse konsumon produktet vendore, na zhvillojmë vendin. Edhe vendi fillon nga firma, fillimisht pasurohet firma, pastaj firma ja përmirëson kushtet e punëtorëve, firma i rrit pagat e punëtorëve, krijohet mirëqenia pak më e madhe, kur krijohet mirëqenia pak më e madhe, bëhet kërkesa më e madhe në treg për produktet vendore, kur ka kërkesë më të madhe në treg për produktet vendore për shkak se ngritet cilësia edhe standardi i punëtorëve, atëherë çilën edhe vendet të reja të punës. Kur bëhet hapja vendeve të reja të punës, njerëzit punësojnë në Kosovë dhe ndihen më të lumtur në Kosovë se sa të shkojnë diku tjetër punojnë. Do të thonë këtë mbaret ajo nga konsumi i prodhimeve vendore, nga blerja e prodhimeve vendore. Mos themi konsum se ne prodhojmë mobilje, prodhojmë gjëra të ndryshme, kemi industri të metaleve, kemi industri shumë të fuqishme në gjitha aspektet, kemi fabrika shumë të fuqishme që janë tona, dhe duhet të vlerësojmë produktet tona, edhe mos të kemi fare rezerve. Shumë kompani shqiptare edhe në Kosovë edhe në Shqipëri i bëjnë emrat italian, gjerman, zviceran, ja vendosë në fund sfis, ose Itali, ose këta diun, për me blej shqiptari. Për arsye se ne ju besojmë ma shumë të hujve, se sa i besojmë tonëve. E duhet ta krijojmë vetdijen ndryshe, që ti besojmë vetvetes tonë. Fillimisht vetvetes tonë, si cili prej nesh, kemi besim në vetveten tonë, pastaj kemi besim edhe te jona, përpara se kemi besim te huaja. Po pra, ekziston një bindje qytetare se produktet vendore janë me cilësi të ulët. Çfarë mendimi keni ju për këtë? Nuk diskutohet se janë cilësia më mirë. Edhe nëse produktet vendore nuk kanë shije të mirë, qytetari duhet ta di se e kanë cilësinë e mirë. Cilësia edhe shija dallojnë.
mund me qenë diçka shumë i shishëm edhe me qenë i dëmshëm. Edhe ka diçka që është jo fort i shishëm, po nuk është i dëmshëm. T'jenë sigurt se prodhimet vendore janë të shëndetshme edhe janë cilësore, nuk janë dëmshme për organizmin e njeriut, as pak. E ato që vinë, sidomos nga Serbia, unë për vetën teme nuk i konsumoj edhe për çështje të sigurisë vetës teme. Sigurisë të ushqimit që po e konsumoj. Do të thotë keni rezerva në Rezerva se produkte nuk e serbe. di unë çfarë materiale kanë brenda ato. A kanë materiale konzervuese të cilat ndikojnë në organizmin e njeriut, shëndetin e njeriut, a kanë materiale toksike, çka kanë. A firmat kosovare, sa i përket ushqimit fillimisht, ata fillimisht veti konsumojnë, punëtorët i konsumojnë, edhe sikur ka diçka që nuk është në rregull, punëtorët flasin pastaj. Domethënë nuk heshtin ata, i tregojnë edhe tjerëve, ndërsa ato në Serbi se çka ndodh, ne nuk e dimë. Po. Zotri Piraj, a ka pasur ndonjë tregtar që ka dalë kundër nismës suaj për interesat veta personale? Vetëm një firmë na ka kontaktuar, ka thonë po mlini pa punë. Unë i kam 50 punëtor, shkaku jush, domethënë po më kara puna, unë po do të më mshel firmën, gjë që e kemi treguar se fushata jonë nuk ka të bëjë me firmën e tij, as nuk ka të bëjë me firma tjera, ai lirisht atë produkt mund ta importon nga një shtet tjetër, ta vazhdon punën i qetë, ta vazhdon punën i sigurt, mirë, po interesat individuale nuk i vendosin përpara interesave nacionale. E sigurt i kishon vendosur interesat e mia përpara interesave nacionale, unë nuk do ta kisha bërë këtë fushat, sot kisha më qenë firmë tema atje, to punuan firmën tema dhe nuk kisha marrë të në studio me hub kohë, me dhënë deklarat ose me u marrë me aktivitetet e tjera, aktivitete që për 15 muaj ditë sa është hap grupi nga unë edhe shokët e mi online mos bli prodhime serbe, as një ditë vetme se kom pas pushim. Derisa nga kompania kom pushim, shtunën e diella nuk punon. Nga fushata pushim s'kom pas kur as ditën as natën. E të kishte qenë, sikur ne t'i shikojmë interesat personale, atëherë nuk do të kishte ndodhur fushata. Po interesat nacionale janë diçka më shumë që i tejkalojnë ato personale, edhe ne nuk kemi të bëjmë me individ. As nuk kemi të bëjmë me firma, as nuk kemi të bëjmë me zinxhir tregtar, ata le ta bëjnë punën e vet. Dëshira jonë është që ata të bëhen milionera, miliardera, edhe të punsojnë edhe shumë më shumë njerëz. Po ne synimi jonë është që marketet e tyre mos ketë asnjë produkt serb. Zotri Piraj, krejt për në fund, me që i gjithë emisioni ishte i mbushur me mesazhe mirë, po diçka për fund, a keni drejtuar shikuesve tanë? Po, unë i kishëm thonë shikuesve se më të vërtet ata e dinë shumë mirë. Njeriu edhe e vret ndërgjegja. Kur shkon e blen një produkt që nuk është i mirë, për shembull, këtë rast produkt serb, sa do që ka një farë dëshirë me e ble, prapë ndërgjegja vetë e vret. Edhe nuk shkon i kënaqur te shtëpia. Po kur shkon në market edhe nuk e merr një produkt serb, edhe shkon e blen një produkt tjetër, pa marrë parasysh e blen më shtrenjtë ose mali ose s'blen hiç, edhe pse nuk e ka bler atë produktin, është shumë më i kënaqur, edhe ndihet shumë më i mirë, ndihet më krenar. Neve vetë shpirti jon, unë jon, zemra jon na tregon se si duhet me qenë. Edhe ashtu duhet të jemi. Edhe duhet ta vlerësojmë vetën tonë edhe të bëjmë punë të mira, që ato punë të mira na japin edhe disponim të mirë, na japin krenari. Pse ne të përulemi, të bëhemi robë të Serbisë, edhe ata janë si Tiranë për herë, edhe ne të shkojmë ta përulim vetën tonë me bler produkte të tyre, të cilat janë më të vërtet pa nevojshme. Unë nuk e lejoj, karakteri im nuk e lejon. Karakteri asnjë njeriu nuk e do robrin, edhe nuk e do nënshtrimin. Edhe ne duhet mos nënshtrohemi edhe këtë qytetarët që neve po na ndëgjojnë, duhet të jenë krenar, pse janë shqiptar, edhe duhet mos nënshtrohen para Serbisë. Shumë faleminderit Zotri Piraj që keni gjetur kohën mesin e gjithë atyre punëve tuaja, të jeni pjesë e emisionit tonë. Ka qenë kënaqësia ime, faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, ishim me biznismenin Burim Piraj, pronar në Meka Halal Food dhe iniciatori fushatës ndërgjegjësuese Besa Bes, mos ble produkte serbe. Urojmë t'jeni ndarë të kënaqur me këta pak minuta. Esselamu alaikum, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje.